Pas fitores së javës së parë në shtëpi 99-70 ndaj Flamurtarit për javën e dytë të kampionatit të Superligës së basketbollit meshkuj, Vllaznia udhtoi drejt Fierit ku ndesh me Apollonin, një ndeshje që nisi mirë për kuqeblut ku djemtë drejtuar nga Eni Llazani janë të papërmbajtshëm në periudhën e parë, teksa shënojnë pikë pas pike duke vijuar të udhëheqën rezultatin, që në fund të 10 minutësh të parë është në shifrat 17-27. Në ndryshim nga periudha e parë, në të dytën skuadra fierake përmirëson lojën duke bërë që rivaliteti të jetë prezent. Apollonia fiton këtë periudhë 21, por në llomat e zhveshjes për pushimin mes dy pjesëve, Vllaznia shkon me avantazhin e 11 pikëve. Ajo që fundos kuqeblut është perioda e tretë, minutat e së cilës shoqërohen me gabime të shumta, periudhë kjo që fitohet nga Apollonia me 14 pikë diferencë, duke bërë që avantazhi të kalojë në anën e vendasve, 63-60, edhe pse marrin një goditje jo të vogël në periudhën e tretë, kuqeblut rikthehen në lojë duke arritur ta barespeshojnë takimin për shumë minuta në periudhën e katërt. Megjithatë, 3 minutat e fundit rikthehen sërish gabimet në formacion, situatë kjo që shfrytëzohet nga Apollonia, që mbyll të gjithë takimin me fitore 90-82. Ndeshjen e ardhshme në kuadrin e javës së tretë, Vllaznia e meshkujve do ta luajë në Shkodër ku pret të shtunën ekipin e Partizanit në Qazim Dervishi.